dhjetëshi i artë i Ramazanit. Jemi në dhjetëshin më të mirë të Ramazanit. S'ka dyshim, Ramazani në tërësinë e tij është mirësi, është mëshirë, është begati, por s'ka dyshim se dhjetëshi i fundit është dhjetëshi më i mirë. Ka dëshiruar Zoti i Madhërisht, ai i cili është krijuesi shtatëqieve dhe tokës, ka thënë në mënyrë shumë të qartë: "O rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Zoti yt është ai i cili krijon çfarë të don dhe privilegjon çfarë të don. Pra ka unanimitet mesin e dietarëve se 10 netët e muajit të Ramazanit janë netët më të mira që ka mundësi njeriu për t'i përjetuar, që ka mundësi njeriu për t'i jetuar dhe takuar, përderisa 10 ditët më të mira janë të muajit Dhul Hijja. Kështu që ne si besimtar, përderisa do t'i kemi kaluar 2 dhjetëshet e para, në dhjetëshin e tretë do të jemi shumë vigjilent, për arsye se ky mysafir me margaritarët që i ka, më të shumtët janë në dhjetëshin e tretë, sepse njeriu ka nevojë për energji në mënyrë të vazhdueshme. Krijesa njeri është krijesa më komplekse që ka krijuar Zoti i Madhërisht. Për arsye se ai i cili mendon se krijesa njeri është krijesë që është vetëm nga materia, vetëm nga fiziku, le ta dinë se gabon do të shumë rënd. Pra është krijesë dualiste, ka shpirt, ka sekretet e veta që shënësin nefsin, ka do trupin. Dhe njeriu ka nevojë do të vazhdimisht për energjinë ditore, që ai do të merr ushqim nëpërmjet ushqimit dhe pijeve, ai merr energji që është e mjaftueshme për brenda ditës së tij. Dhe njeriu do të jetë i kujdesshëm në atë se çfarë e fut në organizmin e tij nga ushqimi. Mirë po, njeriu është krijesë shpirtërore, ka nevojë edhe për një energji, e cila e ka emrin energjia e shpirtit. Është ajo energjia më e pastër. Dhe dietarët pastaj do të kur zbërthejnë këtë çështje, se njeriu ka nevojë do të për këtë energji të pastër brenda ditës, ka do të nevojë do të për këtë energji ta fitoj brenda javës, ka nevojë do të këtë energji ta fitoj edhe brenda vitit. Njeriu i mençur dhe i suksesshëm është ai i cili e ushqen do të vetveten vazhdimisht me këtë energji, duke bërë kontakt me krijuesin e shtatëqieve dhe tokës nëpërmjet 5 kohëve të namazit. Por është një ushqim jashtëzakonisht i mirë që ushqen shpirtin, zemrën dhe mendjen e njeriu. Dhe është e nevojshme për tërë ditën. Ajo që është e nevojshme për javën është namazi i xumas, kurse energjia e cila është e nevojshme për tërë vitin është muaji i Ramazanit. E sidomos në dhjetëshin që jemi hyrë, por në muajin e Ramazanit është një energji që nëse do të din për ta takuar, për ta shfrytzuar, për ta thithur, atëherë është ajo energji që është e nevojshme dhe është e mjaftueshme për gjatë tërë vitit. Dhe ku gjendet kjo energji? Kjo gjendet në natën e Qadrit. Dhe nata e Qadrit është një prej natëve më të bekuara për shkak të zbritjes së Kur'anit fisnik, e cila e ka bërë të shejt, e ka begatuar, dhe njeriu i mençur këtë natë e kërkon vazhdimisht, por në mënyrë shumë më të theksuar në dhjetëshin e fundit, ashtu siç na ka porositur i dërguari i Allahut: iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, kërkoni me kumgulje atë në dhjetëshin e fundit të Ramazanit. Do i bindur se Kur'ani fisnik dhe thënjët profetike ka filozofi të veçantë ndaj universit, ka filozofi unike ndaj krijesës njeri dhe ka filozofi të veçantë ndaj jetës së njeriu që ai e jeton gjatë kësaj jete. Suksesi sipas konceptit kuranor është vetëm i përgjithshëm dhe nuk
është i suksesshëm ai i cili është i pjesërisëm. Pra ka mundësi që të takojmë njerëz apo të gjejmë njerëz në mesin e 8 miliardëve. Është i suksesshëm në aspektin e biznesit të tij, por bëhet dot miliarder, por ky ka mundësi që të bëhet edhe kriminal, por në të njëjtën kohë të jetë njeriu më i ulët. Pra suksesi apo ai suksesi që synon Krijuesi i madhëshëm që kërkon prej neve është që të jemi të suksesshëm në mënyrë të përgjithshme, por të jemi të suksesshëm në 5 rrafshe. Njëri është vertikal dhe 4 të tjerat janë në mënyrë horizontale. Ai farboshti i parë që të jemi të suksesshëm do të kemi raporte të mira në atë vijën vertikale, gjithsesi me Krijuesin e 7 qiellve dhe tokës. Pra, në momentin kur ti ke raporte të mira me Krijuesin e 7 qiellve dhe tokës, e që muaji i Ramazanit dhe në mënyrë specifike, ekskluzive, e bën dot këtë 10 që i fundit i Ramazanit, s'ka dyshim se je dot në rrugën e duhur për t'i kapur kulmet e suksesit. Suksesi, ai farboshti i dytë është që të jesh i suksesshëm me vetveten, por të japësh përgjigje të sakta përse je krijuar, përse jeton, çfarë do të pas vdekjes. Pra pyetjet më të rëndësishme që i kanë bërë në të kaluarën filozofët, njerëzit e ndritur, që do të bëhen tani dhe do të bëhen edhe të ardhmen. Ai farboshti i tretë, të jesh i suksesshëm me njerëzit, duke filluar do të prej familjes dhe me njerëzit në përgjithësi. Boshti i katërt, të jesh i suksesshëm me shëndetin që e posëdon, dhe i fundit është që të jesh i suksesshëm me profesionin që e ke zgjedhur. Muaji i Ramazanit është ai i cili e bën këtë ekuilibër, dhe ngrit njeriu për një grade në një gradë tjetër. Por ajo që është më rëndësishmja është se e bën raportin e mirë me Krijuesin e 7 qiellve dhe të tokës. Aisha, bashortja pejgamberit a.s. e që i dërguri Allahut botërisht ka thënë se e dua më shumë se çdo kë tjetër. Pra, e ka dashur me një dashuri jashtëzakonisht të madhe. Aisha i drejtohet bashortit të saj duke thënë: "O i dërguri Allahut, nëse e ndjej dhe e di se është nata e Kadrit, çfarë të kërkoj nga Zoti i Madhërisht?" I dërguri Allahut i përgjigjet me një përgjigje shumë të qartë. Mirë po, duke ja anashkaluar 99 emrat, pra janë më shumë se 99 emra, duke e veçuar vetëm një emër, duke i thënë: "Oj Aisha, nëse ndjen dot këtë, atëherë do të thuj këto fjali, apo këto fjalë: Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Zoti im, ti je shlërës dhe falës i mëkateve, ti je fisnik, andaj ti e don shlyrjen dhe faljen e mëkateve, mi shly dhe mi fal do të mëkatet. Për këtë arsye i dërguri Allahut, kur e ka këshilluar bashortën e tij që ta lut Zotin e Madhërisht me këtë emër, ka dëshiruar që nëse Zoti i Madhërisht të trajton me këtë emër të bukur, që është El Afu, shlërës dhe falës, pra nuk është El Ghafur, vetëm falës, por është shlërës dhe falës, atëherë do të atë perdën që ka mundësi do të njeriu gjatë 11 muajve ta bëj do të mes tij dhe Zotit e tij duke mëkatuar, do të gjithë do të bëj mëkate, sepse je krijesë e tillë, pra nuk je angel, pra bën do të lëshime, por Zoti i Madhërisht ka lënë do të mekanizma të shumë dhe të ndryshëm që ti do të raportet me Zotin tënd të i përmirësosh, dhe kjo do të arrihet në muajin Ramazanit, por në mënyrë ekskluzive me 10-shin e fundit, duke e synuar sidomos me natën e Kadrit, e që ti pastaj do të, nëse e shfrytëzon ashtu që është ka urdhëruar Krijuesi 7 qiellve dhe tokës dhe i dërguri i tij, s'ka dyshim se bësh njeriu me jetë gjatësinë më të gjatë. Sepse një natë ka vlerë shumë më të madhe se sa 1000 muaj. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më vlerë se sa 1000 muaj. E lutem Zotin e Madhërisht që ky 10 që i fundit që na ka mbetur, që është 10 që i artë, ta shfrytëzojmë maksimalisht dhe të dalim fitues dhe të takojmë Zotin e Madhërisht me faqebarësi dhe me atë që synojmë, pra që të arrijmë dot
atë kulminacionin apo atë qëllimin final që është dovshmëria dhe ato objektiva tjera që Zoti i Madhëshëm i ka përmendur në kapitullin El Beqara.